Miq, do të flasim në këtë fund të muajit korrik për disa ngjarje të rëndësishme që kanë ndodhur sidomos në 2 ditët e fundit. Së pari kemi një lajm të ardhur nga Beogradi, ku ministri i jashtëm Marko Gjurić deklaroi se homologu i tij shqiptar Ferit Hoxha i kishte konfirmuar dhe ky fakt atë kishte gëzuar që Serbia do hap një konsullat në Shkodër, pas asaj që Serbia pranoi që të hapi konsullat shqiptar në Bujanoz. Por çfarë do të thotë ky lajm, kur në Shkodër, në dijenin të paktën timen, nuk ka serb? Përse do hapet një konsullat të tillë atje? Për këtë dhe çështje tjera ne do të flasim me avokatin Zaçi Islami. Avokat, të përshëndes dhe të falenderoj. Edhe unë falenderoj për ftesën. Avokat, çfarë ka mbrapa kësaj? Do hapet një zyrë e UDB-s jugoslave në serbe në Shkodër, kaq e thjeshtë. Por ka një qëllim se aty s'është ka serb. Për çfarë do Thash pra zyrë e UDB-s, nuk thash konsullat. Zyrë e UDB-s, UDB-ja shërbimi sekret jugoslav. I trashëguar nga Serbia sot e kësaj dite. S'ka serb atje, ku ka serb në Shkodër? Pa më gjithë sa serb në Shkodër që u të ketë. Po mos kanë qëllim ata që ta kthejnë në minoritet pastaj? Ai është objektivi themelor, parsor i tyre. A hapën grekët konsullat në Korçë dhe në Gjirokastër, dhe ata të njëjtën gjë do bëjnë në Shkodër. Ne qeverisemi nga bi kurvash. Kështu që Shqipëria aty do përfundoj tek në duart në thojtje ju e serbëve dhe të grekëve. Dëgjoj, mos me atë mimikën mos shpreh pak kënaqësi për ato që them se unë di që them. Jo, e kam fjalën, jo, nuk e kam mimikën për atë që ju thoni, por për atë që mund të ndodhë. Ne praktikisht kemi mbaruar si shtet. Jemi shitur. Ne si shtet jemi shitur. Si popull jemi përzën nga trojet tona, si popull jemi shkatëruar, na ka hyrë ajo, është një lloj mize që hyn në zgjojnë e blecës dhe shkatëron komplet blecën dhe shuhet bleta. E njëjta gjë, i njëjti fenomen ndodh me shoqërinë shqiptare dhe me shtetin shqiptar. Po, avokat, është kaq e lehtë që mund të krijohet për shembull Serbia aty ku nuk është, se aty s'ka minoritet. Me një kryeministër tradhtar të Shqipërisë dhe me një parlament, çfarë të them, me një parlament bastardësh biologjik, se atje pjesa më e madhe nuk din kë kanë baba, kjo do ndodh, edhe kjo po ndodh. Dhe populli Avokat Leoni, ju Adri Nuredari, besoj e keni dëgjuar, shkruan që kjo marrëveshje tani vjen në një moment kur në Zubin Potok në Kosovë u zbulua një varrezë masive, pra bën një referencë. Një varrezë masive ku dyshohet se aty janë eshtrat e 23 intelektualëve shqiptar nga Mitrovica. Në një moment kur Serbia është në presion nga Bashkimi Evropian si asnjëherë më parë. 2. E treta, ministrja serbe bëri një deklaratë vetëm pak ditë më parë që ta do të spastrojë etnikisht gjithë shqiptarët nga Kosova. Pasi vizimi i luginës i shqiptarëve nga lugina e Preshevës, një tjetër problem. E të tjera. Tani mas Ope Ballkanit ato i kemi diskutuar në çka ka ndodhur. Vete kjo tani në një moment që, po në fakt, gjitha kjo mund të rezultojë edhe një lajm i gënjeshtër, avokat, nga Tirana ne s'kemi pas asnjë mohim apo konfirmim deri tani, as nga Ministria e Jashtme apo institucionet tjera. Pse ka bërë ndonjëherë transparencë të tradhtisë qeveria shqiptare deri më sot? Asnjëherë. Unë besoj 100% atë që dëgjoj. Serbin kje i natë për jepi hapun. Ata janë serios në politikë, janë serios në dhe në ato që thonë. Dhe flasin gjithmonë dhe flasin gjithmonë nga pozita e padronit me sklavin.
Dhe çfarëdo që të duan ata, çfarëdo që të kërkojnë ata, sklavi i qeverisë shqiptare, që quhet Edi Rama, bashkë me ata krimbat që ka rreth e rrotull që nuk kanë shtyllë kurrizore ta kundërshtojnë, ai do komandoj edhe do bëj ato që do ai. Dhe i ka bërë, siç ka bërë Greku, Parazat greke në kërcyer me miratimin e Ilir Metës dhe të Sali Berishës, dy tradhtar të tjerë ata më palaço se ky që është tani, dhe kuptohet që Shqipëria është shitur. Kaq. Avokat, po një mesazh diplomatik ka ky vendim që jep Shqipëria tani, se aty tani po sipas disa prej analizëve që shkruajnë për këtë ngjarje të fundit është që nëse do kërkonte konsullat, do ta kërkonte Malizi. Ka ca malazez aty. Në radhë të parë, Serbia duhet të njohë Kosovën, pastaj të mund të hyjmë në bisedime me ta. Kjo është shitje direkte e Kosovës. Shitje direkte e Kosovës tek Serbia. Pra ju thoni që avokat përpara se të marrë vendim Shqipëria për Serbinë, për çdo marrëveshje, së pari duhet kalojë nga Kosova që të pyes Prishtinën. Absolutisht po. Çdo marrëveshje duhet kalojnë përmjet Kosovës. Po këta në Kosovën e kanë shitur. Po lese që ti masaron, po si mund të quash qeveri këta palaço? Si mund të quash kryeministra atë bastard, atë njeri të pa cip, të pa nder, të pa fytyrë, atë lagëm nevojtorish që drejton Shqipërisë sot? Po ndoshta s'është e vërtetë, mor avokat, se s'ka asnjë reagim për këtë. Jo, unë i besoj 100% ato, i besoj 100% ato i thonë ata sepse di që më gënjejnë këta tanët. Prandaj i besoj ata. Ka reaguar edhe ky ish ministri i jashtëm Pushati, Ujdi thot, është Ujdi. Tani kur është Ujdi, tani i biqi edhe t'japësh dhe të marrësh apo jo? Po këta nuk marrin gjë, po ç'kan marrë deri më sot? Po, barazohet dot kjo me atë të Bujanovsit, se atje është shqiptar plot, vetëm shqiptar ka, është Kosovë ndore. Ajo është pjesë e Kosovës, nuk është pjesë jona, zotëri. Jo, e kam fjalën, aty është shqiptar, Kosovë lindore, tani si mundet që... More nuk është, të lutem, atë të zgjidh me Kosovën ai, me konsullatën. Të njohë Kosovën, të hapin ambasadat të dy vendet, Beograd, Prishtinë, pastaj shohim e bëjmë çdo bëjmë neve. Tani është Kosova ajo që duhet i bëjë ato punë, jo neve. Po, kishte reagime dhe nga kjo deputetja Marajana Koçeku që u largua nga PS-ja, që bënte thirrje që të ndalohet, të bllokohet. Mundet të ndalohet kjo, avokat, apo? Jo, se ndalojmë dot neve. Nuk e ndalojmë dot sepse ne nuk na pyet njeri dhe parlamenti nuk e pyet njeri. Ora jemi të shitur me që shua themu, çfarë të themu pra të bastard që po qeveri Shqipërinë. Çfarë të themu pra të palaço, krye palaço që nuk ka cip pendere dhe fytyrë. Çfarë të them? E ka thënë Petromarkua. Avokat, po... Ata që shesin interes patrioteu për fitime dhe ofiqe janë bi kurvash. E ka thënë... Të lutem. Të lutem, jo mos më lut hiç fare, e ka thënë Petromarko, më lexoje. Një nga figurat më të shquara të popullit shqiptar. Prap avokat do të sjellë këndvështrimet që po qarkullojnë në rrjet për këtë, dhe një tjetër nga këta zërat publik mendon që ne po kthehemi këtu edhe në një fushë betejë për të huajt, sepse kishim debatin mes maqedonasve dhe bullgarëve për pakicat në Shqipëri. Tani kemi qëllimi, pretendon ai është që me hapjen e konsullatës serbe në Shkodër, qëllimi është që të asimilohet pakica malazeze që jeton në Shqipëri, pra rivaliteti. Dëgjoj, rivaliteti, Serbia njerë me Malinezi edhe jesën Gomarinur edhe si jesën. Po me neve e ka rrugën autostrad, bile e ka pista aeroporti. Jo autostrad, pista aeroporti. Kështu që mbyllë këtë temë se është temë e neveritshme, temë e pështirë, temë që të asaron nga nervat të prisgjakun, më siguroj do të këto gjëra. Vazhdojmë të ti. E mbyllim avokat, por kam frikë se në vazhdim e do të flasim prapë për këtë. Po lexoj avokat në rrjet që
do na vinë sa vietnamez këtu. Keni dëgjuar gjë ju? Edhe njerë, nuk e di nga vinë këto lloj informacionesh, po nga do që të vinë janë më të vërteta se sa ato që mund të nxjerrë ndonjëherë shtypi zyrtar shqiptar. Ky do bëj gjithçka. Ore ka marrë urdhër nga që futët që të bëj Shqipërinë tash për të bëj, more. Qështu a themi shqiptarëve? Këtyre burrecëve që janë futur në brekte grave dhe s'janë në gjendje të mbrojnë atë dheun e tyre. Këtyre palaceve që u kemi dhënë, kanë marrë mandatin e deputetit dhe rrinë si qelbësira e nuk ndjen para Edi Ramës. E kemi thënë çfarë të themi më, si të themi. Do t'i bëj të tëraj. Vietnamez do bjerë, Kambodjan do bjerë, indian kanë ardhur, pakistanez kanë ardhur, afgan ku diun që kanë ardhur. Po ata janë në shqiptim, janë shqiptim. Do prishi përbërjen demografike të Shqipërisë, do ta shkatërrojë, do ta bëjnë Shqipërinë me urdhër të Çifutistanit, do ta bëjnë një Australi ose një Amerikë, jo Amerikë kuptimin politik, nuk kuptimin e popullsisë. Pra një popullsi konglomerate shqiptare nga të duash. Pra e lam tek ju në bisedat e kaluara më keni bërë një analizë. Ne madje kushtuam një emision atëherë nga jugu në veri ku ka ndërhyrje, ndërkohë që tani, siç thash për vietnamezët, gjithsesi mund të jetë një lajm që mund të qarkullojë, mund të jetë fake, sa akoma s'kemi konfirmime, gjithsesi. Nëse keni diçka tjetër për të thuar për këtë avokat përpara se të kalojmë te çështja tjetër. Ka një fjalë të shkëlqyer popullit shqiptar. Thot ku ka zë s'është pa gjë. Ndërkohë, avokat, kemi pas kontrole sot për Belinda Ballukun, për dosjen e saj, nesër është sjellur në SPAK për të paraqitur, ndoshta për të njohur me ndonjë akuzë të re aty. Ky fund korriku mund të rezultojë edhe me të papritur, avokat. Dëgjoj, Belinda Ballukun, edhe Balluket edhe të tëra kaçurrelëset e Shqipërisë nuk i gjen asnjë gjë, zotëri, me këtë pushtet antikombëtar, antishqiptar që ka uzurpuar parlamentin shqiptar. Dhe Shqipëria nuk shpëton duke u lutur Edi Ramës, amanore Edi Rama jep dorëheqjen. Jep dorëheqjen, kështu, gjithnjë do ta këndoj këtu. Për të thënë atë, për të shprehur atë neveri të pështirë që dalin dhe i luten Edi Ramës, nuk u vjen turp, more, nuk janë, more, kanë karakter të atë s'kanë. Ore, nuk ikën Edi Rama me lutje jepe dorëheqjen, Edi Rama ikën me pushk, pik. Megjithatë, në gusht pritet që prap protestat vazhdojnë, avokate. Kjo është një lloj presioni, pavarësisht se i duhur apo jo, në një masë caktuar apo jo, është një lloj presioni fakti që ata janë shesh. Po ku ti hyn puna e presion? Tani ku të trëm nga i presion? Ku s'u largua të lutem? Si avokat, po që se dolën 2-3 njerëz natë për natë aty që jo aq, jo 2-3, ata janë shumë, pa kanë fjalën dhe sikur të jenë 2-3. Po nuk e ka probleme, nuk e ka problem fare ai. E ke parë se po ndodh tani deri dje, unë kam qenë dhe ju jeni dëshmitar që e kam mbrojtur policinë e shtetit në të gjitha rastet. Duke konsideruar polici që mbron interesat dhe të drejtat e qytetarëve. Sot policia nuk është më policia e shtetit, është polici e partisë punës, është polici komuniste, është polici që duhet zhdukur me çdo kush nga pushteti, nga puna. Është polici të cilët i duhet treguar vendi. E keni me policinë me drejtorin tani, avokat, se ata marrin urdhra. Drejtorit i kam thënë, drejtori është një djalë i ri dhe prapë dhe nga ekrani juaj po i drejtojmë dhe po i them kështu. I nderuar zoti drejtori policisë shtetit, drejtori përgjithshëm. Po të them prapë dhe nga ky kanal. Të flas si babaj djalit, si vllai vllait, si miku, si shoku shokut, si patriotit. Mos u bën vegël në duart e Edi Ramës dhe të oligarkëve të tyre, të tij, se do përfundosh keq. Po që se shikon që nuk mund të bëhesh vegël në duart e Edi Ramës dhe nuk duhet të bëhesh kobure në duart e Edi Ramës për të shtypur qytetarët shqiptar, jep dorëheqje. Ndryshe, po u bëre bashkë me të kolegi ti,
më vjen keq, po do përfundosh keq si shumë nga paraardhësit e tu në atë zyrë. Prandaj, zoti drejtori i policisë shtetit mos i provoko qytetarë duke qenë në punë të tyre të vendi provokojnë banditët që janë futur me uniformë policisë, ata janë spion ose të ashtu patronozista që i pagzoi ky antishqiptari, ky që futi, ky hebreu, ky plehu i kombit Edi Rama i pagzoi patronazist. Jo, mor jo, janë spionët të 80 lekë që kanë qenë kohën e Enveri, që ta dini se kush janë. Kështu. Avokat, ju për protestën keni qëndrim edhe kritikues, por edhe e mbroni. Tani, si do vazhdoj gushti, se ndoshta është biseda e fundit për Korikun për këtë çështje. Si mendoni se do i kap shtatori? Protesta është ajo që të kam thënë në kaluar midis atij kreditori dhe debitori. Kreditori thot debitori tore, kur do më japsh ato parat? I thot debitori, dëgjoj këtu, i tha. Sa të rrosh të mi kërkosh, sa të jem të t'i kem. Tani kaluam nga borxhet avokat të shkojmë në Amerikë, se morëm një hoa atje për blerë armatime në Amerikë. Me që më dolët e kreditori dhe Tani, si është puna me këtë avokat? Kjo për çfarë po bëhet tani? U bë shpejt e shpejt. Në dha hua Amerika për të blerë armë të Amerika, apo me armë e këtona i kërkuam Amerikës armatime? Jo, ne kredi, marrim kredi nga Amerika për blerë armë në Amerikë. Qa do blej? Po, është sekret, si ju e pa, të rëzu tjetra nga shkallët sekretarja. Ajo ishte një skenuar, mos e shfaqin mos është një turp. Ja, se besoj këtë avokat. Si ishte skenuar? Ajo ra nga shkallë. Po pse thua ra nga shkallë dhe nuk thua kush e shtyr, kush e filmoi? Pse s'ma thua? Jo, kamerat janë aty, po për shtyr se dia e shtyr njëri. Jo, s'ke filmim nga kamerat e sigurisë. Jo? Jo, zotri, ke filmim me telefon në dorë. Hape, shikoj e video. Ka që jo, po së mund që da ki një ka që hapur e burë dhe, që bëri kështu. Po e mërë lajta. Avokat, po ju po thoni që ka qenë me regjizor kjo punë tani? Absolutisht po. Dokumentat që ka marra i që përbëjnë asiloj sekreti, armë janë blerë edhe do blihen në përjetësi. Avokat, po do të është sekret se mos e marrë vesh Serbia, Greqia, çfarë armësh kemi ne, çfarë furnizim? Mos more u trëm Serbia nga neve duke marrë çdo muaj çdo vit nga $2 miliard armatime, duke bler nga Izraeli armatime për të vrarë neve dhe kosovarët dhe ka hallë se mos ja marrim neve sekretin. Jo, mos ta merr sekretin ton. Jo mos do të këto janë palacollëqe, këto janë fullëqira që i bën vetëm një fullëqirë si Edi Rama. Me fullëqirën tjetër në mbështetje të plot të Sali Berishës. Dhe ai një fullëqirë tjetër. Bile me i fullëqirë se kuj, se ai na trahtoi, ai na doli si antikomunist, në fakt ai që edhe është komunisti më i ndyrë që ka Shqipëria. Pra i nderuar gazetar, këto ju mirë më një që më pyesni, unë jam dakord me këto që thua ti, me këto pyetje, por ndërkohë t'jap dhe përgjigjen e tyre. Unë ju pyes avokat, se ju jeni zë me peshë në opinionin publik, kështu që. Dhe ndaj kam përgjegjësinë morale dhe qytetare dhe shqiptare dhe njerëzore që të them të vërtetën ashtu siç është. E vërteta është që ne jemi të tradhtuar, ne jemi të shpërbërë, ne jemi të braktisur, neve na ka braktisur shteti, na ka braktisur çdo politik tjetër dhe të lutem edhe një herë ta dish mirë me saktësi, ta dëgjojnë mirë këta dëgjuesit tuaj të nderuar, të cilët prap gjej rastin t'i falenderoj dhe t'i përshëndes dhe t'u uroj të jenë mirë kudo që janë, në qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit. Por ndërkohë kërkoj në ka burra Shqipëria dhe jo meshkuj të futur në breg të grave, të dalën të mbrojnë vendin e të zhdukin këtë qeveri të ndyrë. Për ta zhdukur ka 1000 mënyra. E fundit fare është arma, por para se të ishte arma ka izolim të plot të veprimtarisë së shtetit, të këtij shtetit korruptuar. Ta izolojmë të mos punoj asnjë zyrë.
I kanë të tëra mundësi. Dhe policët që do qëllojnë pastaj gjejnë vendin. Avokat, rotacioni bëhet me vot, jemi vend demokratik. Kemi Ka hapur 86 vjetë që s'ka rotacion me vote me rota këtu. Avokat, kemi Jo, zotri. 3 kapituj me Bashkimin Evropian, ata thonë jeni më afër se kur për të ardhur tek ne, kështu që Po mos ma thuajnë më Bashkimin Evropian, Bashkimin e kurvave të Evropës plak. Se ata na kanë ka ta ndisur këtu ku jemi. Kë besoni ju? Besojët Anglia? Të kthej Florin që ka quar i lirë me ta me Sali Berishën atje. Anglia doli, ai beson sa doli nga atje, kështu që iku nga Bashkimi Evropian. Por do të po Anglia është perandori. E ti di që është perandori apo se di? Perandori që ka qenë me kufi që s'perandon të dielli kur. Avokat, do ta mbyllim me një mesazh shprese që ju mund t'i jepni ndoshta për aleatët, ndoshta për çfarë mund vinë në vjesht. Në qoftë se nuk ka lëvizje të fortë, të fuqishme, dhe jo lutje, aman orama e doregjin, mund të ndodhë diçka. Mirë, por ne jemi të mbytur nga të tërë. Ne jemi të izoluar nga të tërë, jemi të urryer nga të tërë, jemi të luftuar nga të tërë, duke filluar që nga mbështetja që i jepet nga Amerika e Diramës që rrinë pushtet, edhe deri tek këta LGBT të Evropës. Avokat, unë të falenderoj edhe në emër të shikuesve, edhe si qa mesazhet atyre avokat Zaçe përpara, sidomos nga diaspora, edhe kam theksuar gjithmonë nga Shtetet e Bashkuara, aty keni të paktën këtu në kanalin tim, aty keni më shumë mesazhe që ju vinë. Unë i falenderoj ata, i falenderoj, Zotit i ruaj atje ku janë, ata dhe familjet e atyre se ata janë më të shfrytzuarit dhe më të shkeluri dhe më të nëpërkëmurit, sa dish gjithë emigrantët, sepse ata punojnë atje, paguajnë taksa atje, paguajnë sipas ligjeve të shteteve ku punojnë. Marrin një rrogë më të vogël se sa vendasit, atë rrogë ndajnë me fëmijët e tyre, ndajnë dhe me prindërit e tyre këtu, dhe rroga aty, lekët e atyre që dërgojnë ata janë lekët që mbështesin këtë qeveri kuislinge, antikombëtare, antinjerëzore, antishqiptare. Këtë kam thënë, e them dhe do ta them. Si gjithmonë avokati drejt për drejt, falenderoj shumë. Do të falenderoj që gjithë mirë